Tensionet në Ukrainë vazhdojnë të përshkallëzohen, ndërsa një sulm i ri me dron ka goditur qytetin e Dnipros, duke shkaktuar të plagosur dhe dëme të mëdha materiale në një zonë banimi. Sipas autoriteteve lokale, të paktën 5 persona janë plagosur pasi një dron goditi një ndërtesë 4-katëshe, duke shkaktuar zjarr të madh në katët e para. Pamjet nga vendngjarja tregojnë banesa të shkatërruara, dritare të thyera dhe ekipe emergjence që punojnë për të ndihmuar banorët dhe për të vënë situatën nën kontroll. Banorët e zonës përshkruajnë momente frike dhe pasigurie. Një grua tha se ishte në gjendje shoku, ndërsa një tjetër banor tregoi se dëgjoi dronin në sekondat e fundit para goditjes dhe më pas dritaret e apartamentit të tij u shkatërruan nga shpërthimi. Ky sulm vjen në një kohë kur Rusia ka shtuar goditjet me dron gjatë ditës ndaj qyteteve ukrainase, duke rritur rrezikun për popullsinë civile. Nga ana tjetër, Moska ka mohuar se po synon civilët, duke deklaruar se infrastruktura civile konsiderohet objektim legjitim, pasi, sipas saj, dikon në aftësinë ushtarake të Ukrainës.